Përshëndetje miq, mirë se erdhët sërish në intervistën e radhës. Jam në studio me zotin Miron Çako. Miron, faleminderit si çdo javë. Unë nuk resh se falenderuari. Dhe neve nuk reshim se ju falenderoj që na mirëprisni. Okej, sot do flasim për një temë shumë interesante. Sipas një studimi të fundit, të bërkohët e fundit, familja shqiptare rrezikohet. Kjo për shkak të divorceve. Më shumë se asnjëherë tjetër, njerëzit po divorcohen. Pra, çiftet që martohen po ndahen në gjykat. Jo ndarje kështu, të pa deklaruar që e di vetëm fisi, po ndahen në gjykat. Dhe fëmijët janë ata që e përjetojnë më keq edhe sigurisht që kjo lë gjurmë edhe në shoqëri. Miron, çfarë po ndodh me familjen shqiptare? Së pari, si e përkufizon kisha martesën? Është martesa një gjë kështu që mund të ndahemi sa herë të duam? Statistika jote është shumë e vërtet, por unë kam një statistikë më të vjetër, të 2013-ës, që ne renditeshim në botë të 14-ët për divorce, si vend, të 5-ët në Evropë, të parë në Ballkan. Po me këtë që thatë juve, prapë ne vazhdojmë me këtë trend. Dhe kjo është një problem shumë i madh, divorci, sepse ne jemi vend shumë i vogël, dhe nuk i kemi luksin të kemi kaq shumë divorce, sepse kjo ka kosto të çifti që divorcohet, të familja, por dhe të vendi. Prandaj nuk është një trend, është një plag e shoqërisë sonë. Tani ne flasim, siç thatë edhe juve, në lidhje me martesën. Martesa në kishën tonë ortodokse nuk është thjesht bashkimi i një çifti, por është një mister. Fjala mister do thotë që këtu kemi veprimin e padukshëm të Perëndisë, pra është Perëndia që bashkon dhe bekon një çift. Dhe atë që Perëndia bashkoi, njeriu mos ta ndaj, është thënia e apostullit Pavlit, që përmendet edhe i lexohet edhe çifti ku vjen në misterin e martesës. Kështu që kisha ortodokse nuk e mbështet as pak divorcin, vetëm në disa rrethana me shumë dhimbje mund ta toleroj divorcin, dhe ka disa klauzola sepse divorci mund të tolerohet nga ato fjalë që tha Krishti, vetëm në rastin e tradhtisë bashkëtorë. Vetëm në rastin e tradhtisë bashkëtorë, burri mund ta lejë gruan edhe gruaja burrin, por në asnjë rast tjetër, madje ai që martohet me gruan e lën nga burri, përveç tradhtisë bashkëtorë, ai bën përsëri tradhti bashkëtorë se bën kurvëri, quhet në shkrimin e shenjtë. Pra, kjo ka qenë klauzola dhe është klauzola toleruese për divorcin, por dhe në të tilla raste, kur tradhtia bashkëtorë e lejuar nga Perëndia si prishje e martesës, për shkak të dobësisë njerëzore që njerëzit ndoshta nuk e përtypin dot më që një nga partnerët ka tradhuar, por kisha në të tilla raste nxit çiftin që ka këtë krizë besnikërie ndaj njëri tjetrit, që ata të falin njëri tjetrin dhe ta tekalojnë këtë me falje dhe me durim, sepse Zoti thotë luma ai që fal se do të falet. Por asnjëherë nuk të detyron kisha në raste të tilla. Në vende të tjera, si them, ku kemi problematika pra të divorcit, mund të tolerohet vetëm në qoftë se një person është larguar 3 vjet pa dhënë përgjigje se ku është, pra duhet presi 3 vjet një partner për të pritur pjesën tjetër të larguar, ose kur ai është shumë i dhunshëm dhe është rrezik për jetën, dhe nuk mund të menaxhohet më, ose kur ka një braktisje totale dhe këtu sado që është përpjekur, martesa nuk funksionon më. Në tilla raste kisha toleron divorcin, por gjithmonë kisha është kundër divorcit. Pse? Sepse është mister. Flasim për martesë që bën kish, sepse kisha nuk merr përsipër të kuroj martesat jashtë kishe. Por martesat që bëhen në kish janë të paprishme, ose të pandara, ose të pashqyeshme. Sepse unë dua ta quaj divorcin jo një ndarje, po një shqyerje të çiftit burr-grua, sepse kur burri dhe gruaja bashkohen, ata bëjnë një mish. Siç thuhet në shkrimin e shenjtë, burri lë nënën dhe babën e vet, me gruan e vet e bëhet një mish. Pra, nuk kemi këtu më 2 trupa, kemi një trup me 2 persona. Dhe divorci është një shqyrje pra të këtij trupi të martesës që bën dhe familjen pasaj, që lëshon ato frutat që janë fëmijët, dhe kjo ka probleme për çiftin, për fëmijët, për shoqërinë e me radhë. Kështu që nuk është kaq e lehtë.
Pasojat që lë divorcit tek fëmijët janë shumë të mëdha. Po. Pavarësisht se në moment ndoshta nuk duken, po më vonë ata e kuptojnë që janë rritur me prindër të ndarë. Dhe sot sikur po normalizohet kjo Miron. Fatkeqësisht. Divorci lë pasoja edhe ti një çift që është i pa fëmijë, lë pasoja sepse sado që çifti për shembull edhe që s'ka fëmijë, ka më të lehtë për të divorcuar, sepse thot nuk kemi përgjegjësi për fëmijët. Prap ata duke qenë një mish, ata kanë lënë gjurmë të njëri tjetrit. ADN-ja atyre është miksuar. E para. Plus ana psikologjike. Ose problemet ekonomike, pasuria gjitha që ka një problem se si ndahet e tjera. Por aq më tepër, kur kemi fruta të kësaj lidhje martesore, kur kemi fëmijë. Fëmia nuk është një objekt, si them një objekt që ti e bën për ta reduar shtëpinë tënde. Fëmia është qenie njerëzore, është një subjekt, është si them aq më tepër që çdo njeri prej nesh është një ikonë e Perëndis. Dhe si mund ta trajtojmë kështu një fëmijë? Sepse duhet dim që pasojat më negative që ka divorci janë të fëmijët, siç e thatë ju. Pse kanë të fëmijët? E para, ka disa arsye. Fëmia e ka të pamundur ta pranojë ndarjen e babait dhe nënës. Edhe kur ka një krizë ndërmjet babait dhe nënës, fëmia do modelin e dy prindërve. Sepse duhet dish, një fëmijë rritet normalisht, në një familje kur ai ka modelin e babait që është modeli i drejtësisë dhe i mbrojtjes dhe modeli i nënës që është dhëmshuria dhe përkraja. Janë këto dy modele që i duhen një qenie njerëzore, mashkull femër, që të edukohet. Prandaj ka dhënë Zoti burrin edhe gruan. Dhe nëse mungon njëri prej këtyre, edhe në rast të aksidentesh, vdekje, pra jo me dëshirë, prap krijon vështirësi në mirë edukimin. Dhe kjo ka pasojë në psiqikën e tij, por dhe në jetën e tij. Aq më tepër kur është bërë një divorc ndërmjet babait dhe nënës, fëmia nuk e koncepton kur dhe nuk i pranon kur problematikat e tyre, madje fëmia ndonjëherë bën veten fajtor. Dhe kjo krijon psikologji, e fut fëmijën në një rreth vicioz, sa krijon probleme, neuroza, depresione dhe mund të ketë vetvrasje të fëmijëve sepse nuk arrin dot ta kuptojnë si u ndan këta prindër dhe mos ja mund fajtori. Plus krijon urrëtie për prindin, sepse i duket që prindi e braktisë, dhe vërtet, një prind që divorcohet pa shkak, siç po flasim sot, se sot divorci po bëhet shumë një gjë tepër e kollajshme, si them, një trend. Ajde po divorcojnë, tjerë divorcojmë dhe neve, se kështu bëhemi më kontemporane dhe tjera. Nuk ndjej më për ty, e tjera, dhe jemi të kundërt. Dhe kjo jemi të kundërt. Po të kundërt, duke qenë të kundërt bashkohesh, se duke qenë një nuk bashkohesh, dy forcat njëjta nuk bashkohen. Duhet të jenë të kundërta, prandaj jemi mashkull dhe femër dhe karakteret të ndryshme që të bashkohemi. Dhe kjo nuk është nonsens, kjo si thënie. Po kjo është një justifikim. Plus krijon vështirësi në fëmijës në ambientin shoqëror. Kur ai shikon që familje tjera janë burgura, baba dhe nënë dhe fëmijët janë prezent në këto familje, ai kur shikon familjen e vet të cunguar, ndihet keq. Plus ka vështirësi ekonomike. Domethënë, të gjitha këto janë pasojat e fëmijët. Dhe më e keqja është se fëmia do vazhdojë shembullin e prindrit. Pra nëse një fëmijë shikon prindërit të divorcuar, edhe jeta e tij kur të kalojë në atë kalvarin, në atë vështirësi, se jeta nuk është shëtitje në park, jeta ka vështirësitë e veta, është një sfidë, është një përpjekje, është një luftë që duhet ta luftosh deri në fund, ai atëherë do të divorcohet ai si prindër. Kjo është arsyeja që duke marrë shembullin e prindit, ne kemi një progresion në rritje të divorceve. Shembulli negativ i prindit. Dhe është dhe diçka, unë e jap në mënyrë figurative, se thonë diska, për shembull çifti që divorcohen, po ne e kishin të pamundur të vazhdonin bashkë, unë do të ndihmoj ekonomikisht, do përkraj që në shumicën e rasteve nuk bëhet. Unë di nga afër raste të tilla, por ja ta shikojmë në mënyrë figurative. Çfarë ndodh në biologji? Për shembull, kur një rrënjët e një pembe ose trungu i një pembe pritet ose ato dëmtohen, patjetër dhe frutat nuk mund të jenë më siç ishin të freskëta plot jetë. Edhe ato
degradojnë. Kështu pra është. Kur një çift divorcohet, nuk ka probleme vetëm çifti, që kur nuk do t'i riparoj, sado që ai mund vendosi aksesor të tjetër për një lidhje tjetër, kur, sepse ai ka lidhjen e parë, dhe Zoti thot do të kërkoj thot për vajzën e rinisë tënde. Për lidhjen e parë. Dhe aq më tepër kjo thash është një miksim shpirt-trup në bashkimin që bëhet, dhe kur çifti nuk do gjej qetësim, madje çifti do ketë probleme, sidomos ai që ka tratuar ka mallkim mbi veten e vet, ka zëmërim mbi veten e vet, ai tjetri ka urrëtie, ose ka një gjendje depresive, plus tash është dhe kjo te fëmijët. Kështu që divorci është, unë më them, gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi një fëmijë, po dhe një çifti që divorcohet. Unë lidh shpesh herë divorci. E themi këtë, më fal, që mos kujtoj njerëzit se divorci është kënaqësi, sepse po kjo lloj performance sot publikohet edhe nga rrjetet, si më thënë, nga reklamat, nga personat VIP e tjera që ja unë divorco. Sot shikojmë divorcohet burri me gruan, pastaj del me të dashurën, edhe jetë të lumtur, vinë dhe të tjerë të thonë sa të lumtur jeni juve e tjera, a kupton ku jemi këtu ne? Ajo ka lënë burrin e vet, ka lënë fëmijët e vet, merr një burr tjetër, po mirë më dakord. Po pse e reklamon këtë sikur ti ke gjetur çka ke gjetur? Gjetur parajsat. Po ti ke krijuar probleme në veten tënde, në pjesën tënde, në fëmijët e tu, edhe po jep ndonjë shembull negativ. Se dakord, po kjo nuk është, ty të ka ndodhur një fatkesi, nuk ka ndodhur një lumturi në jetë që ti tani po e promovon, që unë gjeta modus vivendi dhe zgjidha jetën time se u divorcova dhe gjeta njeriu në ëndra. Këto janë marrëzjera. Edhe meshkuj kemi publik, figura publike. Të dy krahë po flas, të dy krahë. Po kjo po bëhet mod. Ndodh kjo, Miron, sepse njeriu është egoist? Bravo. Arsyeja pse një njeri divorcohet është egoizmi. Dhe në qoftë se ne lexojmë shkrimin e shenjtë, Apostulli Pavli drejton Timotheut, karakteri i njerëzve të kohës fundit do jenë egoist. Dhe amplituda e egoizmit do të shtohet deri në eusforizëm, në satanizëm, ku njerëzit thonë, unë jam Zoti, unë mund bëj çdo gjë me jetën time dhe me jetën e tjetër, nuk e llogarit fare jetën e tjetrit. Ky egoizëm fatkeqësisht ka filluar të amplifikohet në familje. Burr, grua, unë kam dëgjuar raste të tilla që ishin çift i bashkuar në gjendje civile dhe kishin portofole ndarë. Dhe shkonte çifti, drekonte dhe secili pagonte të vetat. Do me thënë, kjo është absurditet. Kur ti bashkon trupin tënd, shpirtin tënd, gjithçka dhe pasurinë e ke ndarë, po si mund të jesh i bashkuar? Atëre, shikoni çfarë formash po gjenden sot, që duken forma moderne. Po këto mund bën një shoqëri, por nuk mund bën një çift, këtë kuleta të ndara çifti, të si them kontribuojnë të dy, vërtet kontribuojnë të dy, po shpenzimet janë të përbashkëta. Pra këta janë të huaj, kush i bashkon këta njerëz? Vetëm instikti seksual në krevat dhe thjesht të riprodhohen si kafshët, vetëm kaq. Pra, shikoni çfarë formash gjenden që të promovohet divorci. Dhe kjo pra është arsyeja që kemi raste të tilla divorci, sepse është shumë egoist që në njerëzor, është bërë egoist, ndihmohet egoizmi sot. Pavarësia ekonomike ka sjell të rritjen e egoizmit edhe te femrat që nuk e kishin, por edhe te meshkujt, dhe kjo ka sjell dhe një divorc të lehtë. S'ka problem. Unë kam ekonominë time, do ta përballoj. Sot ka dalë për shembull dhe ekzistenca single. Edhe ndodh kjo që gjej një fëmijë në forma in vitro ose e adaptoj dhe jetoj single, sepse nuk po gjej një burr ose nuk po gjej një gruaj që mua më përshtatet, edhe po ngrihet dhe kjo si them martesa single. Që reklamohet, por të gjitha këto janë forma alternative të gabuara të njerëzimit, sepse Zoti tha njeriu nuk është mirë të ri vetëm. As burri as gruaja duhet martohet. Dhe martesa është mister që ka kriju Perëndia. Dhe divorci është kundër vullnetit hyjnor dhe shprehje e egoizmit, se dhe ai që traton tjetër me egoizëm e bën. Ai do më shumë veten se gruan ose burrin.
Pra është egocentrik. Kurse martesa është bashkim i qenies njerëzore, deri aty sa ta bëjnë një mish tam. Burri lë nënën dhe babën, e përsërisin këtë, sa aty fillon martesa dhe familja, dhe merr gruan e vet dhe ana sjelltës dhe bëhet një mish. Tani si mund ta justifikosh të divorcin ti? Komunikimi, Miron, tash do shkem te komunikimi. E supozojmë se një familje që po na dëgjon në këtë moment e gjen veten te kjo intervista dhe është në momente krize. Si duhet përmirësojmë komunikimin dhe çfarë na thot kisha për të ruajtur familjen? Se dhe njeriu normalisht gabon, po dhe mund të ndryshojë, pendohet dhe ndryshon. Çështja është martesa është një kryq. Dhe kryqi është sa i mundimshëm, aq dhe i lavdishëm, i ka brenda të dyja. Dhe duhet ta ngrem të kryq deri në fund. Se nuk është muhabeti ta nisim një rrugë dhe ta lëm për gjysmë. Gara fitohet nga ata që e çojnë deri në fund. Por sot me rritjen e dozës së egocentrizmit, atëre njerëzit sot nuk shikojnë martesën si një kryq, po shikojnë thjesht si kënaqësi të çastit. Ose për të gjetë një qoshe të rachme, ose dhe për të bërë karrierë, ose për pasuri. Dhe kur gjitha këto pastaj nuk i gjenë brenda martesës, për shembull dhe kënaqësia seksuale shteret, karriera mund të dështoj, pasuria mund të falimentosh, e tjera, ose kur kanë ato si them vështirësitë brenda një martese, ç'm duhet kjo thotë. Edhe mendon se duke krijuar një lidhje tjetër ai do ta gjej atë autostradën e hapur. Prapë ngremin do shkoj. Dhe njëjta gjë do përsëritet. Çështja është duhet durim. Duhet tolerancë. Dhe secili duhet bëj detyrat e vet. Burri të jetë burr dhe gruaja të jetë grua. Zoti ka lënë detyra burrit dhe gruas brenda hierarkisë, që sot fatkeqësisht sot po i ngatrojmë. Dhe kjo është dhe arsyeja pse dhe ka të divorce. Burri ta doj gruan si veten e vet. T'i jap jetën për gruan. Jo ekonominë, jo portofolin, jetën, është detyrë. Dhe gruaja t'i bindet burrit të gjitha, në Zotin. E t'i bindet në çdo kapriço dhe marrëzi të burrit. Po kur burri është i logjikshëm, është i arsyeshëm, është brenda ligjit dhe moralit, gruaja duhet t'i bindet. Sot kemi të kundërtën. Burra nuk i duan gratë, i duan vetëm në instinktin e tyre, mishor, por nuk i duan si qenie. Dhe gruaja nuk i bindet burrit se po së deshi dikush, edhe një mace, sot shëmpajisi, po se për këdele nuk ta afrohet. Jo më një grua që ti ta bësh për vete. Pra, sot pa gatrojnë role. Edhe diçka tjetër. Burrat po pushojnë si qeni burra që të kenë vendimarrjen, të kenë atë mbrojtësit. Po thjesht po humbasin atë burrinë e tyre, autoritetin e tyre, dhe lejojnë që gratë tani të dalin nga ajo funksioni i tyre që kanë në martesë të bindjes, të frymëzimit, dhe të bëjnë ato drejtimin. Edhe në këtë kombinim çift burr-grua, kur gruaja kërkon të bëj autoritetin dhe drejtimin e burrit dhe familjes, ai dështon. Pra janë kombinime që ka vendosur Zoti. Dhe kështu ka mbetur martesa prej shekujt e ka ardhur deri sot. Miron, sot shumë gra janë në profesione, në karrierë dhe mund të themi që në familje mund të sjellin më shumë para se sa burrat. A ndikon kjo në marrëdhënien e çiftit? Shiko, rritja e divorcit për mua nuk është kaq e thjeshtë, nuk është një fenomen që erdhi nga hiçi. Për mua është një ideologji, është një strategji të forcave të errta, okulte, të fshehta, domethënë, demoniake, që kërkojnë të prishin familjen. Sepse duke prishur familjen në një shoqëria nuk ekziston. Familja është qelizë. Trupi ynë bëhet nga qeliza. Por kur qelizat prishen, formojnë qelizat kanceroze, atëherë trupi shkatërrohet dhe vdes. Kështu është dhe shoqëria. Sa më shumë të krijojmë divorce në një shoqëri do vdesi. Kupton? Do bëhet kanceroze, do haj veten e vet. Dhe prandaj kemi sot atë që theti në fillim, që sot është një problem për shoqërinë tonë, që jemi dhe i trupi vogël, po themi. Se martohen pak dhe divorcohen shumë. Do divorcohen shumë. Atëherë ku po shkojmë me këtë trend? Çështja është që si filloi kjo histori? Dalja e gruas nga ambienti shtëpiak, që është mbretëria e gruas, dhe dalja në rrugë
si një forcë e madhe për të sjellë të ardhur në shtëpi, duke ulur rrogën dhe të ardhurat që sjell burri, prishi balancat. Sepse gruaja nuk është më grua tash. Gruaja bëhet një forcë aktive ekonomike, por nuk është më funksioni që ka si grua që të mbështes burrin, të kujdeset për burrin, të edukoj fëmijët se nuk ka mundësi të dalin punë. A kupton apo jo? Dhe kjo ndodhe pasaj ky paradoksi tjetër, që gruaja sjell më shumë të ardhura në familje se burri ndihet inferior, gruaja ndihet superiore dhe prishen balancat, sepse rrallë janë ato gra që edhe pse sjellin të ardhura më shumë të në familje, prap e vlerësoj burrin e tyre. Por egocentrizmi që ndihmohet edhe nga ekonomia e shton pra këtë prishjen e balancave dhe të asaj që ka vendosur Zoti brenda marrëdhënies burr-grua, pra barazi, por barazi që ka dhe ato si them ka dhe statuset e veta, ka hierarki. Pa hierarki nuk mund të bëhet. Dhe kështu pra edhe kjo është një nga arsyet. Dhe shumë divorce kërkojnë sot gratë. Unë nuk jam maskilist, po as feminist. Deviacioni majtas dhe djathtas, si në aspektin maskilist, japim vetëm të drejta burrave, e them gra pusho, është i gabuar, por dhe kjo frymë feministe, që sot gruaja ka drejta të bëjë çfarë dojë, edhe si them të lirohet, dhe një nga kërkesat që arriti feminizmi është një divorc, me thënë i lirë pa pengesa për gruan, kjo nuk është. Po nuk ka pse shkon edhe në divorc. Për shembull Mirone, supozojmë se mua më ofrohet një punë shumë e mirë që kalon pagesën që merr bashkëshorti im. Çfarë bëj unë tani? Mos ta pranoj atë punën se më prishen balancat në familje? Ai nuk është thjesht vetëm bashkëshorti yt. Ai është pjesa jote. Është gjysma e trupit tënd. I thot një dorë e djatha, me që ka më shumë para, i thot majtës, unë do të pres ty se ti s'ke shumë para në dorë. E bën ti do të? Ty të duhen të dy duart. Dhe në martesë duhen të dy. Pra, çdo gjë që është në martesë është e përbashkët. Dhe tjetra, që është shumë e rëndësishme, duhet përveç se ti je një me pjesën tjetër, ai është dhe babai i fëmijëve tu. Të tu, jo të botës. Pra është edhe burr, është dhe baba. Ose e kundërta, është edhe grua, pjesa jote është dhe nën e fëmijëve tu. Këto janë lidhje të pandashme tash, si do t'i prishim këto lidhje? Atëre ti nuk e fare ndjenja njerëzore, po as shtazore. Dikush që e dëgjon këtë do thotë çapo thot ky tash, shumë ekstremist ky. Po ke parë një kafshë që i braktis fëmijët e vet? Shko pra tek pula dhe merja zogun. Do të nxjerrë syt, ajo pula. Do të nxjerrë syt dhe shqiponjës janë nxjerrë syt. Pra, kur kafshët kanë një instinkt kaq të madh për të ruajtur familjen, çiftin. Se kemi edhe kafshë të cilat janë besnike deri në vdekje, në ngordhje, se vdekje s'kan, në ngordhje me njëri tjetrin. Shpend ose edhe kafshë. Edhe bëjnë të pamundurën për fëmijët e tyre. Ja pra ku na mëson dhe natyra. Po aq më tepër ne që jemi qenie njerëzore, ne nuk kemi vetëm instikte, ne kemi edhe arsye, kemi edhe dashuri të logjikshme. Kështu që gjyqi i atyre që ndahen për kapriço ose për ego, duhet shumë i madh tek Zoti. Shumë i madh tek Zoti. Do përgjigjen për gruan ose burrin e rinisë së tyre, që braktisën, do përgjigjen që prishën familjen, do përgjigjen për skandalin që i dha fëmijëve. Fëmijët që janë të divorcuar, nga prindët të divorcuar, Zoti i shikon me shumë dëmshuri, i fal shumë kusure, mund të themi, sepse Zoti e di që këta fëmijë vuajnë për shkak të kapriçove, egos dhe mëkateve të prindërve tyre. Por dhe është një shprehje biblike, sikur nëna dhe babait mbraktis, ti o Zot nuk do mbraktisësh. Shumë e bukur kjo. Unë kam edhe një pyetje të fundit shumë praktike. A vin në kish, për shembull Miron, se ti shikon njerëzit dhe ke kontakt me ta. Vin në kish njerëz që kërkojnë të çifte, që kërkojnë të mbrojnë edhe të ruajnë martesën e tyre. Po, vin, patjetër. Është një nga problemet sot serioze. Dhe ne i këshillojmë, si zyrë katekizmi, ne japim katekizmin. Që duke thënë, flasim për martesat kishtare. E para njëri, nëse i çift nuk ka bërë martesë kishtare, ai nuk ka bërë martesë. Ai mund të ketë bërë diçka në gjendje civile, por nuk ka përjashtuar Zotin nga lidhja e tyre. Duke përjashtuar Zotin, kjo martesë është e brisht. Kur futet Zoti brenda martesës, i ka njëri krah tjetër dhe kur ikin, ai i bashkon.
Prandaj martesat kishtare kanë probabilitetin shumë më pak për të ndarë. Por kur kemi martesa kishtare me probleme të tilla, atë bëjmë atë, si themi, informimin. Pse u martove? Përgjegjësitë që ke. Dhe diçka tjetër, martesa rigjenerohet nëpërmjet hirit të Zotit. Duhet që çiftit lutet bashkë, çiftit të shkojnë në kishë, të kryejnë mistere bashkë, që ose siç është dhe misteri pendim rrëfimit, që rrëfej mëkatet, sepse mëkatet janë shtrezime që japin drejta kundërshtarit, djallit futet prish çiftin dhe kungimit që na bashkon me trupin dhe gjakun e Krishtit. Sa më shkojmë ne te qendra, aq më afër jemi me njëri tjetrin. Kështu që martesa kur bëhet në Zotin dhe rigjenerohet nga misteret e kishës, është e paprishme. Plus pasaj japim atë, si them, dërgjësimin që martesa është një kryq. Zoti thot kush do të vi mas me të marr kryqin e tij të ndjek pas. Do të marrësh kryqin. Dhe pse vjen kurora në kishë? Kur martohet një çift, e ke parë pse vjen kurora? Janë kurorë martirësh ato. Është martirizim pra. Do mësuash, do durosh pra. Do heqësh dorë nga vetja. Kjo pra është martesa dhe egoistët duhet martohen. Sepse martesat mëson ti jesh i përulur. Dhe kështu pra e ruajnë martesën dhe vazhdojnë përpara dhe Zoti I ka të shpërblime në fund. Por mbi të gjitha shpërblimi do ta marrësh këtu, do ta marrësh nga fëmijët e tu. Nuk ka gjë më të rëndë për një prind kur shikoj jetën e dështuar të fëmijës vet për shkak të mëkateve të veta. Dhe janë disa gjëra që nuk riparohen më. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Kur të mendosh divorcin, është gjëja e fundit që duhet ta mendosh, nëse nuk ke më justifikim dhe e mira është të durosh. Edhe kur të bëhen padrejti, sepse do fitosh jo vetëm veten tënde përpara Zotit, por do fitosh dhe fëmijët e tu. Dhe ka burra dhe gra që kanë bërë këtë, dhe në fund ka fituar edhe martesën, por dhe fëmijët. Dhe mbi gjitha kanë fituar bekimin dhe shpërblimin e Zotit. Shiko, martesa nuk është qëllim në vetë, është një mjet që ne na çon tek Zoti. Pra, kështu duhet ta shikojmë. Për ne krishterë. Edhe një mesazh të fundit për të rinjt, të cilët enda nuk e kanë hedhur këtë hapin e rëndësishëm, një këshill për të rinjt këtu. Martesa nuk është thjesht një bashkim mishor. Martesa nuk është thjesht një shëtitje në park, as një kënaqësi. Martesa është një kryq që ne duhet ta marrim dhe ta çojmë deri në fund. Prandaj duhet bëjmë martesën jo thjesht në instinkt, por martesën në Zotin. Sepse njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe duke qenë ikonë e Perëndis ne nuk mund të përjashtojmë Zotin nga lidhja martesore. Kështu që vetëm martesat që bëhen në Zotin dhe sipas Zotit dhe në misterin e kishit janë martesa që qëndrojnë. Të tjerat pastaj janë bashkëtese ose forma ndryshme thjesht mishore, por jo njerëzore. Prandaj unë këtë duhet t'i them të rive që duan të martohen, t'ja besojnë Zotit zgjidhjen e personit dhe ta shenjtërojnë lidhjen e tyre, dashurinë e tyre në misterin e martesës. Atëherë kjo martesë do bëhet një mjet për të bajtur Zoti dhe do jetë jo vetëm e përkohshme deri në fund të jetës, por